se jetë dashur me Alisa, ju uroj gjithmonë një ditë bukur dhe ju ftoj kam vjen nga timi, bashkë me nga timi, si që unë dritën time këtu për t'ja treguar recetat që neve kemi menduar për juve sot. Çfarë do të përgatisim sot? Do të bëjmë spesa të mbushura me patlıcan, po jo vetëm, do të ketë brenda edhe oriz, do të ketë edhe këto ezna. Do të tregojmë pastaj mënyrën se si, po ku janë spesat për juve, do të tregojmë se si mund t'i keni spesat gati, edhe që mos në hash shumë kohë në momentin që ne vim nga puna dhe dojmë të bëjmë një vesh tek e shpat. Do të tregoj pak më vonë, çfarë mund bëjmë tjetër. Faktikisht ishte vita me shtyr sot, ne do të ishte bëjmë një grosh pasuri. Të po diskutojmë, sa të ishte disa studime. Edhe një bukë do shkonte shumë mirë. Nuk ka problem, neve sot do bëjmë dhe bukë integrale, po ju ashtu të thjeshtë me majame, që jepim pak sheqer dhe ujë, që zema të bunë. Po unë kam menduar sot që t'i hedh edhe pak gjatë edhe qumësht. Ta bëjmë më të plotë, më të shishme dhe më të kënaqshme edhe për fëmijët. Që të keni mundësinë ta bëni këtë bukë dhe ta jepni fëmijëve edhe me vetëm në shkollë. Nuk e blerë, domethënë, qoftë edhe me pak marmelatë apo një recel që juve keni, apo në një djathë për tost, atë që mendoni ju, mund të dojët më shpi, por mënyra se si bëhet buka që bëhet, tek i shishme është shumë i kënaqshme edhe për fëmijët. Edhe pse është mirë integral. Që është shumë i shëndetshëm do. Patjetër, prandaj edhe ato doja të theksoj Amina, falenderoj. Por dua të them edhe në fund fare do bëjmë një omlet që unë e bëj me vles, me miell, me qumësht dhe me hir djathi. Sigurisht që vaj ose gjak. Pra bëhet shumë e mirë dhe kjo, për shpjeguar atë bukën. Çka buka fasule. E kemi të zhvilluar, e sigur që do të kemi një nga ato bukët që të ftojnë para ta ndash kështu me duar edhe me një copë djathi të lufrës, bukë me djath, ja kështu kaq është ja super është e bërë. Unë këtu kam qepën, e filloj me qepën, si gjithmonë, ne kemi edhe në gjysmën e sosisë këtu te përgatitja e qepës. Edhe gjysmën tjetër do ta kem, do t'rregoj tani pak më mbrapa. Po më përpara t'rregoj për bukët e zgjidhur në furrë. Patjetër. Të trashëgimisa që shikoni, ne bukët tona kanë ardhur dhe i kemi gati për t'i vendosur në furrë. I kemi spërkatur me miell, i kemi bërë kështu në mënyrën në tretën tradicionale, domethënë me miell, ashtu si bëjmë ne. Ne tani këto janë gati të dyja për t'i vendosur në furrë. Furrën e kemi të ndezur përpara, një temperaturë 200 gradë dhe lëmë atje për të 5-40 minuta, do t'i shikojmë sipas kohës. Po të ndërmoj se i ke Po faleminderit. Të zonë temperaturën në rregull, të kalave, të të pamjen e kënd, për janë në gjurë të erë, se sësisht kanë janë përgatitur me miellin integral, dhe miellin integral do e dimë të paktë të ngjyron erë që dallohet që në pamje buka që është për me një miell të tillë, sigurisht që është mielli Ola nga kompania Atlas, ai që kemi zgjedhur sot për bukë të shkëlqyer, do të shohim edhe në recetë se ka dhe përbërës të tjerë. Përbërësja ka dhe sa para të fillojmë çfarë do gatuajmë sot, sigurisht që përgjigjja është ajo që dhe juve. Më tregoj përbërësit, juve do gatuajmë spesa, vetëm spesa nuk ka këtu në banat, sepse dikuj ka vendosur për të treguar një ndër këto sekretet e vogla që i kanë kaq shumë dëshirë për gjitha zonjat, edhe zoturin që gatuajnë në diskutim, dhe që duan të japin zgjidhje atyre vakteve në mënyrë më të shpejtë, sepse kuzhina nuk është e bërë shumë kohë nëse ne jemi të organizuar, apo jo. Edhe gjysmë gati, shfrytëzojmë pak më shumë fundjavën për të vendosur sa gjëra në ngrirje, për të bërë një plan javor se çfarë do të gatuajmë, dhe kështu dimë se çfarë bëjmë në momentin që bëjmë pazarin. Duke bërë pazarin e javës, ndajmë e formatet më të çfarë të sjellim nga ushqimit. Domethënë që do të marrim për përgatitur gjatë javës. Po. Kjo është mënyra më e mirë që të bëjmë pasure, mund të bëjmë 2 herë në javë, frizë dhe pasure. Po. Ai që barbuja dizvolson në barbuja. Kështu që të keni kohë për fasullin. Që dimë përpara atë. E dini si se ne skuqem. Një zbuti të lekë, nuk do shumë. Këtu tani kam vendosur patlıcanët, që më para i kisha prerë sot të vogla si se pak, por dhe i kishim vendosur në ujë, dhe primet gjithmonë. Dua t'ju them të dashur Alisa, që pak më dhejnë se mirë si është ajo që
ato shpërime me proteina, me vlera të mëdha ushqimore. Edhe në ngjyrën që ka kushkuqet edhe syrin e vendon sikur kanë mish të blerë brenda. Se më duhet për domate. Tani, fillimisht edhe patogjanin. Edhe shimin e kasës të mishit, ashtu që shkrim. Dhe vlera ushqimore e kasës të mishit, sepse është si thua protein bimore, nuk është kazore. E voglio patogjanin me një e përhoqi e ndyra. Kalotani është një sfungjer. Atëherë, të dashura mesa diçka tjetër. Tani këtu kemi domate. Dy domate të mëdha e kam të cilat I kam bërë pjesën e cipës, tani e di më se si hiqet dhe nëse nuk e di, vendosim ujë të nxehtë, e presim në krye fare, domethënë domaten I bëjmë një kryq, I lëmë në ujë të nxehtë dhe ajo del shumë kollaj pjesa e cipës. Çfarë do të bëjmë? Kërjesë. Do ta kaloj këtu sepse do të më duhet gjysma sasisë lëngu të domate që do të hedh brenda, te salca, që do të përgatisim te mushja, dhe gjysma tjetër do të tregoj se si ku e vendosim, ku e hedh, për shembull, dhe pa vaj edhe gjatë. Sigur e musha se shumë ka apo të do grihet, ajo do të thotë do ujë, do vjen vetë mos po dhe mos pas paket, po. Jo, po të shpërtatim dhe shoj, o kemi si po ta, kemi një të rria në lëqyte. është të një tani, pasi e bën një zbutje të rritë të patogjanit, do të vëj këtu tani të herë salcën që e kam të me herë të 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 brenda. Ndemoj edhe një pak të vallë, se e kurseva në shqiptare me së të drejtën. Të skuqet. Dhe mua më pëlqen që po bëj tani të filluar kohët të fundit që përveç se salcës së tomates të freskët, edhe që të kemi të freskët faktikisht në vetë është ajo që bëj paketim në mëtën I pastron dhe vendosim në frigorifer në 2 domate, domethënë duke I caktuar për çdo lloj gjëre. I hedh edhe pikë të kuqe speci, sepse vërtet I jep edhe shimin, por çdo gjë ka edhe atë vlerën e vetë ushqimore. Ishte mjaftueshëm se kisha pak si më tepër. Do të shtoj këtu tani edhe piper të zi, pastaj do të hedh edhe orizin. Oriz do të kemi nga një lugë të supës për çdo spec, por kur kemi speca të mëdha, kur janë speca të vogla do të hedhim gjysmën e lugës, nuk duhet që të kem shumë oriz brenda. Që ti oriz, duhet që të kem nga këto perimet, të ndihen perimet edhe vërtet që të konsumojmë perimet, edhe kështu edhe familje u pëlqen, faktikisht sepse është ajo se të shekim patogjanin që nuk e kuptojnë brenda se do jetë mish apo do jetë patogjan. Do të thotë atë po se nuk janë fare kaq që nuk e kuptojnë, por do të shijojmë edhe se ta kuptojnë, jo se do të pëlqejë ja, do vazhdoj ta konsumoj. Në dojmë recetën e spizave të ndryshme në Mund ta lexosh dhe e shoh që të duhet pa kosa. Edhe orizin. Këtë është me këtu, dhe ndërkohë që unë bashkë me ju shohim recetën e plotë, nëse bone kanë bërë në shëllim, janë ku e keni speca të mbushur me patogjan dhe oriz, na duhen 8 speca, 8 lugë oriz, 2 qep, 1 patogjan, 2 tomate, 1 lugë salcë tomatesh, 1 lugë piper të kuq speci, 2 patate, margarin ose energjik, krip edhe piper. Shohim në recetën e bukës integrale, me qenë se ne kemi vendosur në furrë, kështu që është një recetë që ju duhet ta mbani shënim dhe më pas ndoshta në pjesën e dytë që Kati do të na e përgatitet të brumin me këto përbërës që ju keni në ekran. Pra, 1 kg miell integral, 1 lugë margar, 400 ml qumësht të vakët, për ujë të vakët, 1 lugë krip, 100 gram gjallë edhe 2 lugë vaj. Kjo është receta e bukës integrale që duhet provuar për të bërë në shtëpi. E sigur që do të kemi nga ato bukët që do të shtuket brenda orës, që me zërë lypet të ftohen. Është vërtet po, sigurisht. E bukur është bukur. Çdo që të bëhe, çdo që ta trazoni, në talon që të bëj, ajo bëhet ka tjetër si. Nuk jemi ekspert të bukë. Jo. Kati na mëson në mënyrë ashtu thjeshtë, pastaj siç e ka në recetë, përveç miellit integral që ne kemi përdorur sot, sigurisht
Mielin online nga kompania Atlas, siç e themi vazhdimisht, na vjen mendim me paketime të ndryshme të miellit, fiks në kilograme duhet për këto beko, por meqense ka paketime më dorë, ju kujtoj edhe një herë që ambalazhi vjen tepër cilësor, ja dëgjoni, është një letër, por është një material tjetër në cilin na bën sa më të sigurt mielin në rastet tona të gatimit, duke qenë rezistent në lagështimit, ndaj efekteve të ndryshme, ndaj dritës, dhe paketimet edhe pse hapen, me ndihmën e ngjitëses që kanë, mund të rikthehen përsëri, duke qëndruar për kohë të gjatë. Po mund ta mielin integral, por ju e dini që keni edhe variante të tjera të miellit tojan, si mielli për çdo kujdëri, mielli me fryti bardh apo i bardh, mielli për pica, mielli për përgatitjen e keqave apo mbështirave që janë pikërisht paketimet më të vogla, të cilat i keni një përdorimshme, pra nuk keni nevojë të mbani më gjatë në shtëpi, mielli brio që më pëlqen shumë në gjën e gjel për që na shkonte me studion sot, dhe variante të tjera për të gjitha dëshirat dhe preferencat e konsumentëve. Duke marrë shkas edhe nga receta e bukës që ne lexuam pak më parë, një bukë e cila do realizohet jo vetëm me miell, por do të ketë qumshin edhe gjallë në të njëjtën kohë. Ne kemi zgjuar të përgatisim me qumshin e lufës, sigurisht, me pafund produkte buleti në treg, që le qumshti, kosi, valla, kefiri, djathi i bardhë që vjen në variante të ndryshme, djathi kaçkavall në copë apo i grirë, ljumza, e plot të tjera në logon e lufrës. Gjithashtu edhe gjalpin e kemi zgjedhur pikërisht nga lufra të dhëna të shihen dhe shkëlqysin bukës sonë. Do të doja që të kujtoja se cila është mënyra më e mirë për të nisur ditën. Një plan që duhet të jetë i tillë që nuk ju merr kohë nga mëngjesi dhe do të tillë ju furnizon me energji, me proteina dhe me vërat e rëndësishme që i duhet nisjes së një dite. Por më tepër në këtë ditë të ndrimit të stileve, që nisin edhe me këto rreshtet e shiut që na duket fomëzon lëvizjen nga krevati. Veza është gjithmonë në zgjidhje, ndaj veza Ovital vjen super freskët në shtëpitë tuaja, në paketime të ndryshme, në vezën e kuqe apo të bardhë, siç ju ta dëshironi. E përbashkëta çdo paketimi edhe formati që ju zgjidhni në emrin Ovital, siguron cilësi në të gjitha stilet e vitit. Aty bukët sot ne nuk do t'i lëmë bosh, do t'i përgatisim edhe me sakqiqet. Ne ose do t'i lëmë kështu, sepse kështu na shijojnë, sepse kemi sakqiqet bukur që i shtojnë shije të gjitha rrafëve tona. E po ka më mirë se nëse ndojë që thjesht, me që pati përmendje dhe fëmijë që dalin nga rrjedhja për të shkuar në shkollë, atë bukën nëse e përgatisni me duart tuaja siç ne kemi sjellë recetën, me një sakqiqe buti, dhe është sigurt që fëmia juaj ta shihë shumë kur të jetë jashtë shtëpie. Por edhe në shtëpi, në çdo moment apo në të ditës, ajo të sjellë. Faleminderit Anila për informacionin. Ka të qenë si gjithmonë, faktikisht duhet pritur sepse edhe duhet. Jeti kam një pjesë më të madhe të domatës që ne kemi të vrejtë në makinë vrise, ose nuk e kemi në makinë vrise, sigurisht kemi një edhe në shtëpi që e grim nga edhe domate. E hodhëm nga domate. Pra fillimisht kemi filluar një tjetër, kemi filluar më brapa, kemi edhe patogjanë të cilin e kemi të vrimë në makinë vrise ose edhe në rende. Më brapa kemi shtuar salcën që kemi hapur atë që thënë gjithmonë të duan që salca të paktën të më ka vërdisit dhe për të rritur ndjera e salcës dhe të ndihet aroma dhe shija e salcës. Piper të zi, piper të kuqe, kripë, një malje të sheqer, gjithmonë ku përdor domate përdor dhe një malje sheqer, nuk e teproj, por një malje bën diferencën. Këtë ju them dhe bëjmë gjithmonë sepse vërtet është shumë mirë. Dhe për ata që kanë probleme me diabeti, nuk është se një malje sheqer do të jetë, por do t'i shijoj që sa në këta. Tani, si kemi hedhur edhe domaten, edhe e kemi gati të mbushur për të mbushur specat. Nuk fund fare hedhim edhe këto rrezat. Po kemi një tufës majdanus. Edhe do lëre edhe sa gjeste me leçi, që kam vendosur shumë në ujë, siç e shikoni kam shumë të freskë. Çka edhe gjeste të vogla, ja të vogla që s'ka nevojë edhe për është në energjikë tani që fillon edhe dimrit për to. Por që tani do ta përdorim shumë edhe në energjikën qoftë një qoftë fatës, ata kemi kështu të freskët në këtë bukë, me këto të mistrit që bëjmë shumë gjëra me miell mistri, edhe nga java që vinë do fillojmë që të përgatisim me miell mistri. Receta të ndryshme. Ja të rinë edhe një dhe kam gati që me njëherë të tregon të letë të sjellim edhe specat edhe i mbushur. Të shpjeguar pikërisht në mënyrën se si ti i rrën specat, kur nuk
këtë për përdorim ditës. Një përzierje të mirë, të përvej gjithandej një pjesa e erëzave. Mbushja jonë është gati. Nuk ka nevojë të shtojmë as ujë, as gjë. Do të rregoj tani pse nuk duhet të shtohet këtu. Ka të rekomandojmë, pse do në la mbushjen kaq të thjeshtë. Përdorim specat? Po. Okej. Specat do të mbushim, pasi të nxjerrim nga frigoriferi dhe ka të lëshoj të vendosur në nxjerrje. Nuk ka dashur të nxjerrën përpara ato Katerinë, jo? Shishme, Tu kam si për gjithë të punë. Po, tu kam domate, të cilat tash ashtu siç i përgatisim, po këtu kam 4 domate, të cilat mund t'i nxjerrim dhe bëjmë 2 gjellë. Ose do bëjmë një mish si thua me lëng. Po, që do nësë më që kanë si të nevojë për më tjetër. Këtu kam speca, të cilat specat në tregoj tani se si. Ja, i kemi kapë, kështu. E vendosim direkt. Sa më nërë mirë kjo Kati. Dhe ato edhe shkrinë edhe pishen të njëjtën kohë. Nuk ka nevojë të nxjerrën përpara. Jo, dua më përpara, dua më komament. Ja, përti. Do t'i vendosëm kapakën sipër. Do t'i heqim edhe flaqe të shqipën në vesën në rishtë. I kemi në rregull. Farë, ti këtra. Mbushën. Dhe hedhim me 2 lukë në çdo spec. Para se ti mbulojmë, do ju tregoj, nëse para se të vë kapakët. Vediamo dai. Su smajve manda një. Po jo, se dalë dhe besuja ato, kush është mbëshu pak për Po të janë pak më të mëdha, kemi pak më shumë. Ja sa shpejt i bëm specat e mbushur. Pra nëse e kemi në domate gati, edhe Çfarë do të bëj? Nuk kam qejf që të dikuri jeni këtu. Nuk e dua, gjysmë speca. nuk e dua që ta përdor të gjë. Thjesht do një këto patate, këto patate do t'i Tani pse nuk e do kështu, të duket si do të përshtyren specat është më e pastër edhe për syrin kur e vendos në pjatë. Prandaj mund ta zgjidhim domethënë të hedhim pak ose e zgjidhim atje në atë pjesë me akrip. Nëse duam më shumë piper, piper të kuq. Në mes të specave të këtu të vendosim këllë të marinuar. Marinuar në qëllim që të kemi si dhe shumë të piqe. Po, në të këllë shumë të qërë. Në përbën të bosh. Po. Andaj nuk doja të hyrja të pjesë në orizit. Edhe edhe një këtu. Shumë e nukit. Tani këtu. E kanë këtu. E shpërlajmë në pak ujë. Pak fare. Dhe në thënë këtë në shpëkuptër dhe është dhe më sipër. Këtë nuk bëjmë mbushje në specat? Ashtë dhe lish? Jo, nuk i mbushje. Ashtë dhe. Se thua të shumë. E kështë në lade, të gjerë. Këtë të dukë bosh. Ja dhe këtë pak. Shpëtaj. E në dhe. Në dhe këtë. Nëse mos të ashtu se do të avetrojnë. Tani pak skrip të mu. Nëse në qikë si qikë. Edhe pak vaj. Shikoni vaj do të hedhim në 3 pjesë. Pra, kur hetuan, mbushën, kur marinojmë patatat, edhe në domate në këtë të fundit. Pa në vëm ka pakë dhe gëjmë salsa. Pa, e ko pare. Ti mos në të gjë. Në të pesëm salsas. Sa e bukur dolje? Në ngjyra shumë bukur. Është këtu tani.
Kemi mana dhe përshirë, edhe të zhvillë përshirë, të gjatë pjesa e supermarket stecave. Të janë edhe të gjitha këto. Ashtu nga vështira e domates. Që domate janë nuk është se kemi hedhur shumë. Nuk po mendoj në misat se kemi hedhur shumë. Janë të specat të kemi mirë. Tonë, në stamalë në rezultate. Ne kemi edhe receta në të njëjtën kohë për të kujtuar edhe një herë se me çfarë ka përgatitur gati specat e mbushur që ne do duhet të kalojmë në furrë. Nesër, si gjithmonë fura në përpara, në temperaturë 200 gradë, dhe do të rëni 20-25 minuta përpara kalimit dhe një ujë furrave. Po që e do kohën për të pjekur. Patjetër. Se edhe bushja është gjysmë e gatuar. Okej. Mirë, na kemi kohën vetëm pak të dimë çfarë të bëjmë në vazhdim. Kemi puntat. Kemi puntan. Bukët në arriva për nga bëmë 2 minuta. S'kemi koha, se dhe me të në tesh të gjejmë të heqim këto të në këtu. Tani, çfarë do bëjmë në pjesën e dytë? Do bëjmë brumin e bukës? Do bëjmë brumin e bukës, do bëjmë dhe omletën. Okej. Omletën ne nuk e kemi parë në recetë, kështu që sa nevojë të themi përbërësit apo është shumë e thjeshtë. Kur themi omletë, themi vezë o vital. Tjetër gjë? Vezë, mirë, hirë djati, nuk do hirë djati. Do hirë djati. Që të bëjmë një kronikë, për dhe shumë të shishme, ama. Se bëjmë dike. Edhe është dhe shëndetshme. Dhe shëndetshme dhe mirë dhe shishme. Kemi hirën e djati, e bëjmë një omletë. Nuk ka nevojë të të recetullat e djatit, sepse kemi bukën e mirë, neve hodhëm gjatë të buka, hodhëm qumës, tani dhe djatë, kemi plot gjëra. Kështu që të tregojmë. Tani, për punën e bukës, shiko se si e fillojmë. Unë e filloj shumë thjeshtë. Po nuk e ta mbarosh. Nuk e le. Okej, thjesht e fillojmë shumë atë. Kemi kodën, me thënë që shumë lau, me mielin. Do të hedhim të gjithë të kaq. Edhe mbajt pak për këtu. Po 500 gram kam të të pjesë kësaj. Po, nëse të kemi 20 gram. 1 kilogram, unë do bëj 500 gram, sepse kam bërë një tjetër, dhe kam një që po më vjen tani të tregoj më mirë se si do të bëhet. Kështu që e kam marrë masën. Ka një të mirë ky paketimi që i ka këtë gramaturë. Tani edhe shikoni fiks, edhe sikur ka ndonjë, si thua, një lugë më tepër, nuk ka asnjë problemi, i shikoni janë sa gjëra me sy, që do buzhin, gjithmonë punon me sy. Nuk ka nevojë, domethënë që do kemi atë gramaturën e pasqyqërisë. S'ka nevojë për peshore më po. Thjesht këtu duhet të punojmë me syrin. Edhe këtu tani tek pjesa e miellit, unë bëj që të më vi më përpara pjesa e majas. Tani do të hedhim një lugë të çajit, nuk ka nevojë që të jetë luga e supës, prandaj dhe kam gjysmën. Zakonisht, unë hedh edhe pak sheqer. Nuk ka përshani tjetër. Por mundet jo se sa ditë këtu. Hedhim këto të hedhim këto të jo. Siç më e kush për bukën. Mbyllim. Mos u dëshoni. Stefan se edhe të ndonjë. Edhe të vjen. Edhe sa do të thënë, ja do tani paketë me paketë. Spajnë të sërito, kemi ende punë për në bërë në ashtë. Ja gjithë. Do të herë. Shumë. E kemi transformuar këtë mielin me një manjanë. Në bëni bërë bëri super. Këta do të instalojë në momentin që kemi edhe 500 gram miel integral dhe kemi shkruar më mbrapa një lugë të çajit maja të saktë. Dhe mua dhe një marrës sheqer më. Këtë tregohet të gjitha bazë. Kështu që ju them që unë nuk pjovë majan të tresë me ujë, që nuk ka nevojë. Maja e kur është e një më atë e trekët. Kur është e saktë, nuk ka nevojë një brenda të gjitha dhe bëhet. Duam që ujin ta kemi të vokët, edhe qumshin, këtu kam edhe qumshin që e kam të ngrohtë, edhe këtë qumshi do shkrit, domethënë do hedh gjakut, më pretet një çik. S'ka nevojë të ta tresni në atë, po qumshi brenda. Tani unë them atë 100 gram, 100 gram, 50 gram, nuk ka problem. Kur është ajo gramatura që unë them, sigurisht të bëhet më mirë. Dhe ju do hini së pas mësime që kemi në shpiratorie, nuk është të thënë se do të hedhim të plot. Ja do të hedhim të gjitha, edhe do të plot. Me pirulli,
po bëni këtë të vetë. Po, të më gjatë këtë. Rëta, do të se që më që shpingrat, do ta... Do të rete. Po, pësës. Ka në të deshe pak besën? Po të gavën së dhe, dhe që në majtë i pak të, në aftë pak, të shkatë lekin me qikë në të shkatë të rete. Dërko, anëla në fillim e mundë, edhe në krajtë, edhe në fillimisht, me të razur pak atë në të që të orion këtë në mështë. Sa po të shkritë të gjalpit. Staj se do punoj dhe me dorë dhe po së shkritë postë, se është zbutur e të nga trushi. Po, super to. Në gjegë. Ja të razën kështu. Mos të gjojë shumë trushi, no? Është vërë, se që digit në jaja, është në tjetër, në digit në jaja, që që ka nevoj, edhe të gjikën dhe jo do të të oponuar, do të trezuar në baslenë, në shkri. Nuk ka nevoj dhe. Tani, ma pas hapi për të kuptuar e Me të shkritë. Në pjesën e parë, ne vendosëm bukët në forë. Sigurisht, do t'i dam kohë të tuqen në minutajin që e kanë të nevojshme, dhe t'i nxjerrim bënda kohës së kuzhinës të pjekura. Shpjegimin e përgatitjes së brumit, Katerina është duke i bërë tani. Bukët i kemi në furë dhe shumë shpejt do t'i nxjerrim, se që shqip janë bërë të shkëlqyera. Do të kemi pas pak këtu në bjerë patakun to. Pra, të përgatisim brumin me përbërsi që kom në rocet në pjesën e parë dhe realiktejmë pak në vonë. Ky brum duhet të qëndrojë sa? E lëm 30 minuta në fillim fare, tani se kemi në to, në hapim, e bëjmë një përgjësi pra, dhe e lëm prapë dhe 30 minuta të tjera. Dhe pastaj do të vendosim tek forma, tek tavat, ose në forma si kemi në shkollë, apo që kemi të tavat e forma çfarë kemi, dhe do ta lëm edhe një 10-15 minuta sa ajo që të vitë, do të vinë masin e formë. Okej. E bëjmë që të Ndërkohë që këtu në këtë emër që unë vajnëtuar është brumi i ardhur dhe i punuar një herë me dorë. Pra, duhet të përgatitet brumi kështu, duhet të qëndrojë në një enë 30 minuta i mbuluar, duhet të punohet përsëri dhe duhet të qëndrojë edhe 30 minuta të tjera. Më pas të vendoset në enën që buka do të piqet dhe të përndohet në furrë. Kjo është që ne ndajme në pjesë në fazë që ne gratimi në të gjitha momentet e procesit të përgatitjes së brumit, pritjes dhe pjekjes. Shikoj se sa, domethënë, komo e bëhet, të bëhet një brum i tillë, të nuk të gjithë një në dorë, e kemi gati. Tani do të bëjmë pak me vaj, shullak. Dhe jo do ta mbulojmë. Okej. Se për me mbran kuzhina ajo vjen më shpejt. Nëse është mbi nuk do ta vëmë në drejtim të si themi neve të korrenteve të erës, se nuk na vjen. Okej. S'ka nevojë për shumë punë që e bënim diku, nuk e di. Ndoshta nga që i bënim me brum të ardhur, edhe punoni shumë me ato, apo nuk ka dhënë rezultat kjo dhe kemi bërë një Po, në fakt do lesh edhe shumë. Kemi të testuar dhe kam mësuar në këtë model, kështu që tani të drejt do ta mbulojmë me pjesë të kuzhinës, do ta lëmë deri këtu. Dhe ta merrem Ja. E këtë brumë tani, faktikisht e punojmë prapë edhe një kështu. duhet të shka Po kështu. në kohën që të ka. Nuk ka nevojë për shumë faktikisht, po pak sa të ta e punojmë kështu. Edhe e levatën faktikisht bëjmë, jo ta të bësh me shumë forcë, nuk ka nevojë. Nuk e qështë të lejë? Përnosja me kura. Përnosja kështu, në më zalire kemi bërë. Do të vëmë të të tava. Kush do javina një pik, thjesht do të mbujo me. Është nuk është një pik fare. Nëse më të rënda me të një piko. Po përkja me të shkashtë. Thjesht po më rështet më shumë. Tani kështu si që është, do të lëm të qëndrojë që të vinë. Dhe pastaj do ta
përsëri të mbuluar, është pak më larg për masën që ne kemi bërë, sepse ç'është e vërtetë nuk e kam ato 200 kilogram do të thonë mia këtu. Po, nga tava. Me këto do të pudroset pak me miell. Do të pudroset me miell, madje që tani e pudrosim ata. Okej. Për ta bërë. Si këtë të marrë, i bëjmë një prerje kështu. Më në të sa kjo është salame. Në shikoj tani. Këtu me që është kështu, i bëjmë një prekje. Edhe bëjmë edhe kështu. Këtë pishe, do të kryja ato të çara. Do bëjmë ato të çara. Edhe një limon. Bukën që ka e rrethë. Nuk është më interesante, edhe limon. Es përkate me këtë që tjetë ashtu në mënyrë tradicionale. Ja. Kemi më pak brumë tani nga brumi. Tani sa për ta treguar në mënyrën dhe tani e dhëni prapë sa të vitë do ta shikojmë ajo që të rrisë hallimi. Edhe e kemi gati për ta vendosur në fund. Fura më përpara duhet të jetë i ndezur në temperaturë 200 gradë dhe varet nga dhe si janë bukës, por sigurisht që kanë ato dhe 30 pusa, 20. Të ndrejmë ato për të pjetur. Ato do ta nxjerrim, do ta nxjerrim tani. Ta kemi gati. Ndërkohë që shumë pak e këto me bukës, me qenë se e kemi të përfunduar. Dhe ju që nuk na keni parë nga fillimi, keni nevojë të dini se si do t'jatë premturat dhe pavarësisht që vetë kemi përdorur për realizimin e bukës integrale të shishmeve të butë, që do të vjedhëm tani në fura, na është dashur 1 kilogram miell integral mielli Ola, 1 lug maja, 400 ml qumësht të varkët nga lufra, 400 ml ujë të varkët, 1 lug krip, 100 gram përsëri nga lufra, dhe ka ishte në fund fare i gjeruckët, të gjakët, të luvaj. As dy lukë dhe një pikë vaj për të bërë tavën. Së të më përpajtë se të me ndosëm. Se kemi shtuar në recitat të pikën e vaj. Dhe tani, gati me gjatë të vaj të të shoqërojmë. Dhe çfarë të duam me omlet? Ndosë të lutëm të gami se është shpejt. Bëjmë omletën. E kemi të pjesa, është të kryrë. Edhe ajo në të mirë. Shikojnë e parë të mirë. Sa i mirë. Dhe bukën nga të mirë. Shënduar. Sa bajtë nuk di do më thamë. Si qëfar buka është bërë. Ja, po më rëtë kena. Dhe bukën e dytë. Të da më rëmë të në që të bëjë pak. Pjekur mirë, nga të gjithë anë. Ja që ka bërë produktet e mirë me të cilat në gatuajmë. Në duar të Katarinës. Jo. Këto bukët që isha, Që se vërteta nuk është e bëju, bërë mielli, por në faktu vetëm të bukën në gjatë në çfarë të duhet me gjatë dhe me kemi që me gjatë jo, nuk është të bëjmë me kompletën, por që edhe me një afër gjatë të çavase ka gjatë e brënda, me në të domate, me një kastravezë me të domate djathë dhe kastravezë, që të duhet. Tani të jemi bëjmë këtë shpejt të në bërën. Nuk duhet të mbëllohen për përgatitën dhe në shtëpia. Tani edhe në këto vezët, kokovezët, që janë kanë të mire, vezët të në kanë, që në bëjmë një mundët, që i kanë edhe shtuka. Kemi dhe specat e mbushur në furrë, se kemi njaftuar ditën sot vetëm me bukë. Duhet ta nxjerr saktë, si të shformën. Aman të vezët, aman. Po thëmë të Danila që i bërë, nuk ishte i bëjnë të mira, të bëjnë vetë. Sigur bëjnë. Ja, të gjitha kokovezë shumë. Sigur. Të shikojnë në si e shikojnë. Të gjithë njërë shikojnë kati. I pa, atës kemi kënë, dhe më vletën. Ja, të jetë me vermija dhe hirë djati ka këto. Është një gati, një recetë faktikisht që ne na e bënë në nga gjyshet tona për të mbledhur vaktin. Domethënë qoftë të bëjmë në brez që s'kishin gjellë, ndonjëherë se bëjnë të ditë të thonë që si ka mundësi për, ma në s'kemi pasur të shkina gjellë si të nësë. Dhe vënd të klipës që të djatit, na ishte një djatit. Si ka mësuar të mënda të shtëpis.
Në platë vogël për të vendosur djathtin kemi ja. Të vjen të not? Do të nxjerrë dhe një vanila se në prishim radhën e gjithë këtu. Kemi brezë, aty edhe pak. Dhe qumësht. Qumësht prishim në fakt. Po kishim bakti, po kishim asaj, në bënë me ujë, në vend të qumështit. E në djathtin me ujë. Por që tani të bësh shigu me këtë qumësht e në po bëhet shumë e mirë. Të razojmë këtë një tipuna e mijenit, pastaj me pirun që të shikon brezët si për qanat nuk hapen. Kështë të tema nga më përqime shumë kjo mleta, dhe bëj u tani, u bëj familje të gjënë. Pam. Një përve, besa me të mija, dhe u përqime që shumë të këta. Kjo është tipune krepave, faktikisht. Që bëhet një bumi hall. Një bumi hall, po ne bëjmë pik më të plot, nëse kesh një më krep, e kesh një brezë me mirë. Se nuk të dini në atë faktikisht. Në disa vende ishë ato petullat e fshira që e kanë tonë. Korçare. Petullat e fshira e kemi bërë ne, po. Ne e kemi bërë, ne e kemi bërë. Ne kemi bërë tako. Ja, më bërë kjo. Ne të bërë, të bëjmë tako, të shumë tako. Të vim temperatura. Po nëzirë, sa të bëjmë letra të dalë shpesa. Më trëmbe dhe mëna e që pak shumë. E për orën, edhe këmë që më shpim për s'ka që bërë. A ta provoj ta pres një buk apo shumë në nxehtë? Provojmë e një. Ka të presim të vogël? Këtë duash, do të madhe do të vogël. Nuk të s'ma gjas njëra as tjetra. Dhe fjellë e një vojtë në të përkatja pa pres për Shiko madhe, e disi më bëjë. A fresi. Isa me e përë. Dhe i fetë në kështu, edhe në fund bëjë në gjasë. Po të jo kështë asë të të pranda. Në shiko, e duhet të qëndrojë, po, ajo që në jetë në të lesinë e shiko, do buka vjenë në bëjë ta, e në shiko. Okej. Si se pritet po lajt tani të Se dhe, është dy feta dhe po të kliuadën në punë, dhe vendu se për gatin dhe të marrën të. Me të nxjerri. Se bërë si për jemi në shpyt. Jemi në fund o patë, në kemi në kohë. Gatin në një. Nxjerri në spesat. Spesat edhe jemi gati. Doli në patë të parkullë, po të në dreqët, po në të të nxjerri tani. I glasë në shikë. Si më së të njëra, Jo, nuk e të ka një isha larë. Jemi në fund fare. Kemi përfunduar bukën, kemi përfunduar tavën me speca të mbushura dhe kemi treguar dhe mënyrën e përgatitjes si një omlete me miell, vezë dhe qumësht. Shumë e njështër. Ati, pritje që më në jo të presim së të se ke dhe se sa në dhe në kjo. E mbledhe nështë. Po i kishim sobën të fiku, kjo është e keza, si po t'ise e mbledhe soba dhe ishte bërë në kjo. Sa të një shkurë të në mbledhe vezim sobën dhe të tjera. E para punës dhe soba, se po të razuar vezët të shumë si ishte bërë të marrë të bërë. Që që një dhe edhe atë, të në qkemi këtë në gjatin e ndorën, bukën e ndorën, spesave mbushur e zorëm, ati që hanë ambisave në fillim fare të kohën e lëngje që një në kohën në fare dhe ato si që shikoni akoma kanë në lëngje, edhe nëse të tregojmë në të lëngje për pjesën e bishme, ka paka të shumë, po të kapim që të hapim në bishme, në shikon si dhe të përta. Edhe orizit është zirë. Edhe ndërkohë që është ajo që ne duhet
ta njënim akoma në fund se nuk është se e bëjmë sa duhet. Unë është realisht të përshëndetemi, me të gani me vëst, po sigurisht që nuk është të filluar, do ta rikthej prapa dhe prandaj do të mashën atje, ose dikon ti vazhdosh vëz për pak një. Ja. Edhe vëzë, të lumshënduar, për gjithë aromën shumë që na sjell çdo ditë në filesë. Faleminderit Anila, është kënaqësia të të çdo ditë me ty, më jep atë energji pozitive, faleminderit edhe në bashkëpunëse që shndruat me ne, që Katerina më pafshim, kalofshim sa më bukur, dhe më takoshëm të nesër, në reseta të reja. Nesër do të bëjmë makarona dore në shtëpinë e vezë dhe me një motë me dy përbërës, si përgatisim vetë dhe i shirojmë aq shumë sa nuk dishte sa. Kështu që